Nga kjo e hënë, 25 majit janë hapur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi për vitin 2026. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla në konferencë për mediat u shpreh se që në orët e para të hapjes ka patur mirë aplikime nga fermerët. Nga dita e sotme që fermerët kanë aplikuar dhe deri tani janë mbi 5000 aplikantë parë që brenda një kohe shumë të shkurtër orari ka një interes ndaj skemës kombëtare edhe për ta vënë në dispozicion siç ne kemi vënë në 12 masat ndaj skemës kombëtare, ka një afat ndaj 25 me 25 pra një mujor. Ministri tha se ka një nisëm masive për transformimin e bujqësisë ku 334 fermerë shqiptar kanë zgjedhur rrugën e bashkimit përmes bashkive për të krijuar shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor nga veriu deri në jug. Tashmë janë edhe 58 të tjera të cilët janë në mënyrë private që aktualisht dhe ndërkohë në vitet në vazhdim kam bashkëpunuar dhe në total 84 SBB ose modele bashkëpunimi private dhe shtetërore në të gjithë vendin. Fruta perimet në Dibër, Fier, Divjak, Lezhë dhe Cerrik. Ullirin dhe vaji në Ullirit në Berat, Elbasan, Lushnje dhe Vlorë. Bimët medicinale dhe aromatike në Malsinë e Madhe dhe në Belsh. Qepën dhe farat në Shkodër, patatën në Kukës, drithërat në Durrës dhe arrën në Kolonjë. Pra është një proces, janë në proces të krijimit SBB-ve edhe në Shijak, Patos, Lezhë, Shkodër me modelet e tjera që tregojnë potencialin konkret të bashkëpunimit bujqësor. Skema e këtij viti vjen me një fond prej 5.2 miliard lekësh që synon financimin edhe të fermave të vogla.